kur t'i hesht për bordin e paqes, Meri e kritikon, qëndrimi duhet të jetë shtetëror, jo partijak. Analisti politik Visar Meri ka reaguar ndaj mungesës së një qëndrimi të qartë publik nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, lidhur me përfshirjen e Kosovës në të ashtuquajturin Bordi i Paqes. Sipas tij, kjo çështje nuk duhet të trajtohet si temë e debatit të brendshëm politik, por si një vendimarrje me peshë shtetërore dhe strategjike për orientimin ndërkombëtar të vendit. Meri e cilësoi si të palogjikshme lështjen e Kurtit për një zhvillim të tillë, duke theksuar se edhe vetë fakti i ftesës për Kosovën do të duhej të shoqërohej me një deklarim institucional. Së pari, mos me u deklaru për Bordin e Paqes nga kryeministri, kur Kosova është pjesë, por edhe po të mos ishte pjesë, vetëm për ftesën, mendoj që është e palogjikshme. Nëse Albin Kurti e sheh veten si kryeministër edhe në detyrë edhe në të ardhmen, atëherë Kosova duhet të ketë një qëndrim të qartë, është shprehur Meri. Ai ka theksuar se politika e jashtme dhe angazhimet ndërkombëtare nuk mund të mbesin pend i raporteve të tensionuara mes figurave të larta shtetërore, duke aluduar në përplasjet e vazhdueshme politike mes kryeministrit Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani. Qëndrimin e Kosovës e jep presidentja, por e jep edhe kryeministri. Antarësimi dhe nënshkrimi i Kosovës në Bordin e Paqes duhet të shihet përtej zënkave Vjosa Albin përtej përplasjeve partijake. Këto mund të jenë të zakonshme për skenën tonë politike, por këtu kemi të bëjmë me një zotim që mund të ketë pasoja serioze në orientimin ndërkombëtar të vendit, theksoi ai. Sipas Merit, përfshirja në një mekanizëm të tillë përfaqëson një lloj rrështimi gjeopolitik, i cili mund të sinjalizojë ndryshime në mënyrën se si Kosova pozicionohet në raport me aleancat tradicionale. Ky është një lloj rrështimi, dhe rrështimi i Kosovës mund të jetë ndryshe nga ai tradicional, uniteti transatlantik dhe ne si pjesë e tij. Kjo është diçka që duhet të diskutohet hapur, institucionalisht dhe me transparencë, shtoi Meri. Ai nënvizoi se mungesa e debatit publik dhe institucional për tema të tilla krijon paqartësi si brenda vendit, ashtu edhe në raport me partnerët ndërkombëtar, duke theksuar se Kosova duhet të flasë me një zënë në çështje që prekin sigurinë dhe pozicionimin e saj strategjik. Deklaratat e Merit vijnë në një kohë kur skena politike në vend vazhdon të karakterizohet nga tensione mes institucioneve kryesore, ndërsa çështjet e politikës së jashtme po marrin gjithnjë e më shumë rëndësi në kontekstin e zhvillimeve globale dhe rajonale.